Një avokado në ditë dhe i thoni kardiologut ik. Kohët e fundit njerëzit janë fiksuar pas avokados. Këtij fruti me tul kremos si të gjalpit që ofron vlera të mrekullueshme për shëndetin, por me kosto të mëdha për mjedisin. Konsumi global i avokados luhatet diku 3 deri në 4 kg avokado për frymë në vit. Në këtë video do të mësoni se çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni avokado çdo ditë. Mund ta keni më të lehtë të dobësoheni, duke qenë se avokadot përmbajnë nivelet e larta të fibrave dhe yndyrnave mono të pangopura, ato ngopin shpejt dhe mbajnë të ngopur për më gjatë. Do të keni dëshirë për më shumë fruta dhe perime. Studimet të cilave u referuemi thonë se njerëzit që janë avokado rregullisht janë më të prirur të duan të vazhdojnë në trendin e ushqyerjes së shëndetshme. Avokadot përmbajnë kalium, një mineral që ul tensionin. Gjithashtu avokadot janë të mira edhe për njerëzit që vuajnë nga diabeti tipi 2, dhe mos nguroni që t'i keni pjesë të recetave tuaja të përditshme.